Rinumërimi I firit nuk ka sjellë ndryshime në mandate. Partia Socialiste konfirmoi 12 deputet që do t'i ketë në parlamentin e ri dhe PD 4. Ndryshime janë shënuar vetëm në renditjen e kandidatëve fitues të listës së hapur. Zëgjeneca ushi në 11 maj, u rendit deputetja 12, por nga rinumërimi ju hoqën 48 vota, që numëruesit e KQZ vlerësuan të parregullta. Nga ana tjetër ju shtuan Maldrita Bardhos 26 vota, çka bëri që ajo të merrte mandatin me vetëm 10 vota diferencë. Në të paktën 2 raste, si nga PS dhe nga PD, u konstatuan ndryshime me mbi 600 vota mes kandidatëve të listës së hapur. Për antarin e KAS, Ledio Braho, kjo mund të shërbejë edhe për çështje penale. Si rokada që ndodhi në brenda Partisë Socialiste, po ashtu edhe shifrat që u prodhuan edhe aty ku nuk pati rokad, I shërbejnë transparencës, I shërbejnë demokracisë dhe I shërbejnë pasqyrimit të vullnetit qartë të zgjedhësve. Kështu që për kaq kohë sa arritëm të bëjmë transparencë, qoftë edhe nëpërmjet ndryshimit të vetëm një mandati, unë besoj se ky proces ja vleti. Në çdo rast, mendimi im personal është që qoftë dhe të jem antar I vetëm, unë do të paktën do ja çoj prokurorisë jurisdiksionit përgjithshëm të Fier vendimin me tabelën e ndryshuar bashkë me procesverbalet ku pasqyrohen diferencat. Pritet që të përfundojë edhe rinumërimi në Durrës, që më pas KAS të vijojë procesin, duke I hapur rrugën dhe shpërndarjes së mandateve për të 140 deputetët e rinj.